në këtë video do të bëj një analizë serioze në lidhje me ndryshimet dhe transformimet kaq të shpejta, të pabesueshme të cilat po ndodhin sot në botë. Bota është duke përjetuar një transformim të cilin nuk e kishte besuar as edhe njohësi më i rryer i politikave ndërkombëtare. Nuk e kam besuar mbase as edhe lider të njohur në botë të shteteve më të fuqishme përveç shteteve të bashkuara të Amerikës. Bile edhe brenda Amerikës, tabori i demokratëve besoj se as ata nuk kanë qenë në dieni në lidhje me atë që po ndodhte dhe do të ndodh me ardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Thjesht bota po rikonfigurohet nga zero. Po merr një pamje krejtësisht të re, por çfarë do të jetë kjo, ne mund ta mësojmë vetëm pas kalimit të do kohe, të muajve apo 2-3 vjete. Përndryshe, ajo që po del në shesh, pas deklaratave paralajmëruese të administratës amerikane, jo vetëm të Donald Trump, po bëhet një shok i vërtet në politikat ndërkombëtare. Së paku unë, gjenerata ime, kur nuk do të kishte me mujt me imagjinue se rendi i kaluar botëror ishte kalbur deri në atë mas, sa të vi Trump më pastaj ta tregoj se çfarë ka ndodhur, çfarë do të ndodh, e ne të mbesim ta quaj kështu goj hapur para këtij transformimi kolosal që po ndodh në arenën ndërkombëtare.